Unë të doja të ftoja në këto momente nëpërmjet një lidhje video, kolegun ton Jeton Sopa, është gazetar nga Kosova. Mirëmëngjes zoti Sopa. Përshëndetje, mirëmëngjes për gjithë. Ju keni qenë në fakt deri në këto momente i vetmi emër gazetari që ka shkruar për këtë çështje, për inkursionin e Telekom Serbia në Shqipëri. A është ky për ju një zhvillim i mirë, interesant, i frikshëm? Çfarë preludi, çfarë është? Po, i mirë në asnjë mënyrë, unë i frikshëm gjithsesi. Për pas para ty gjendën që ndodhet gjithë rajoni, domethënë unë mendoj që kjo shkurja e mediave, se absolutisht kjo është një Arena News, është një media e Vučićit, ashtu siç janë gjitha, pothuajse gjitha mediat në Serbi. Prandaj shkurja e kësaj media në Tiranë për mua është një rrezik që paraqet për gjithë, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Kosovën, pasi që kjo Arena News, unë me të marrë këto informacione, e kam parë që është pjesë është në pronësi të Telekom Serbis, ku siç edhe dim, po edhe dihet potrisht edhe në raportet e progresit të Bashkimit Evropian, Telekom Serbia është që një shfrytëzohet për propagandë presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, domthonë një propagandë e tillë e cila ka arritur edhe në Bosnjë, pra Telekom Serbia përmes Telekom Serbisë kontrollohen mediat edhe në Bosnjë, kështu që për mua është shqetësuese edhe vetëm paraqitja, sepse unë nuk besoj që ende janë përfunduar gjitha procedurat për regjistrimin e kësaj medie në Tiranë, por vetë një tendencë e tillë padyshim është shqetësuese edhe për neve në Kosovë. Sepse ne kemi pas, ju thatë që kam shkruar i vetmi, ndërkohë që po ashtu kam qenë i vetmi kur para 2 vitesh kam shkruar edhe për një lloj tentakule të Serbisë, ku përmes operatorit kapdor Hartmoshën është futur në Kosovë. Është fjala për kanalet e Arena Sport. Edhe ata ka një kontroll tani më të paketeve sportive në Kosovë? Jo, fatmirësisht nuk e kanë, mirë po në drejtë një pjesë të këtyre fullën nëpërmjet Hartmoshënit, është një platformë këtu në Kosovë, ku kanë marrë që kanë transmetuar, se unë tash më thënë drejtë nuk jam edhe adhurues i sportit edhe aq, po kam parë që kanë transmetuar kanalet e Ligës Italiane, Premier Ligën angleze, dhe por në serbisht me operatorët tjerë në Kosovë, dhe kjo tashmë është ndarë. Paktën në gjuhën shqipe nuk